Në konferencë u theksua se Ministria e Kulturës ka bërë kallëzim penal ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama në Prokurorinë Speciale të Kosovës, i cili pretendohet se qëllimshëm ka shmangur ligjin në projektet e lidhjes së lagjës Arbëria me Platon e Pallatit të Rinisë, ndërhyrjet në sheshin Gjorzh Bush, ndërhyrjen në rrugën Agim Ramadani dhe në rrugën Recep Luci. Deri më tani, MKRS ka referuar 2 shkresa të arsyetuara në organet e ndjekjes penale në Republikën e Kosovës për veprimet kundërligjshme nga Komuna e Prishtinës. Në lidhje me projektin e lidhjes së lagjës Arbëria me Platon e Pallatit të Rinisë me datë 27 dhjetor 2024, MKRS ka kallëzuar penalisht kryetarin e Komunës Prishtinës zotin Përparim Rama në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës. Kërkesa ime zyrtare dhe ashtu edhe për mediat për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit, i tejkalimit kompetencës kryetarit komunës të organeve drejtorëve kompetent, ndaj inspektorit të trashëgimisë kontrollore. Në fund u tha se presin nga organet e ndjekjes penale që të veprojnë sa më shpejt, që është e mundur në drejtim të marrjes në përgjegjësi të atyre që kanë prodhuar situata të tilla.